Kush është Federica Mogherini, shefja e BE-s ndaluar për mashtrim? Politikania italiane u ndalua pas një bastisje në Kolegjin e Europës, një institucion që ajo e ka drejtuar që nga viti 2020 pas një takimi të profilit të lartë në Rom dhe Bruksel. Mogherini është e njohur në qarqe diplomatike dhe ka lidhje jashtëzakonisht të mira. Ndalimi i Federica Mogherinit si pjesë e një hetimi për mashtrim të dyshuar nga zyra e prokurorit publik evropian ka shkaktuar tronditje në Bruksel dhe Rom. Mogherini është e njohur në qarqe diplomatike, ka lidhje të forta dhe ka shërbyer në role të larta politike, përfshirë Ministrinë e Jashtme italiane, nën Matteo Renzin si dhe përfaqësuese lartë e Bashkimit Evropian. Aktualisht ajo shërben si rektore e Kolegjit të Europës, një institucion i dedikuar studimeve europiane që shihet si platformë për të aksesuar vende pune në BE. Vitet e para nga rinia komuniste tek ministër social-demokrat. Mogherini e lindur vitin 1973 në Rom e filloi angazhimin e saj politik si adoleshente. Në vitin 1988 ajo u bashkua me Federatën e Rinisë Komuniste Italiane. Pas shpërbërjes Partisë Komuniste Italiane, ajo ju bashkua social-demokratëve ose PD-s me Partinë Demokratike Italiane. Karriera e saj përparoi me shpejtësi. Në vitin 2008 ajo u bë anëtare e Parlamentit Italian me fokus në çështjet e jashtme. Përparimi i vërtet erdhi në vitin 2014 kur ajo u emërua ministre e jashtme në qeverinë e Matteo Renzit, kryediplomati i BE-s dhe fokusi tek Irani. Mandati i saj si ministre e jashtme nuk zgjati shumë, po atë vit Renzi propozoi atë për postin e përfaqësueses së lartë në Komisionin Juncker. Pavarësisht kundërshtimit nga shtetet baltike të shqetësuara për politikën e saj ndaj Rusisë dhe për një qetësim të perceptuar të Moskës, ajo u emërua përfaqësuese lartë në vitin 2014, e cila koordinon politikën e jashtme midis shteteve anëtare, merr pjesë në mbledhjet e Kolegjit Komisionit Evropian dhe kryeson Këshillin e Punëve të Jashtme të BE-s. Si shefe politikës së jashtme, ajo bën një personazh kryesor në qarqet ndërkombëtare dhe profili i saj u rit ndërsa përfaqësoi BE-n në negociatat për marrëveshjen bërthamore të Irakut me Iranin. Kolegji i Europës, një inkubator për eurokratët. Pasi mbaroi mandati i saj, Mogherini u emërua rektore në Kolegjin e Europës në vitin 2020, pavarësisht kritikave për mungesën e kredencialeve akademike për këtë punë. Në ato kohë ajo u përball edhe me kundërshtime, duke përmendur konflikt interesi pasi kolegji financohet kryesisht nga Komisioni Evropian. Ish punëdhënësi i saj. Kolegji me selin në Bruges njihet si një trampolin për studentët që kërkojnë të hyjnë në institucionet e BE-s dhe të krijojnë lidhje karriere. De facto është një mjet i fuqisë së butë. Tarifat për një vit të plot akademik janë 30.000 euro. Në një deklaratë email, Kolegji i Europës tha se do të bashkëpunonte plotësisht me autoritetet në interes të transparencës dhe respektit për procesin e hetimit. Federica Mogherini nuk mund të kontaktohej për koment në kohën e publikimit.